E pra të dashur miqtë e mi, do të thënë arritëm ta kuptojmë se sa ditë Luizeli do të qëndroj brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Tani, nga televotimi efektiv që është hapur, Luizeli do të qëndroj realisht deri të martën. Do me thënë të martën, do të bëhet një lojë gjasme, do të hapet një televotim ku do të shkojnë kokë më kokë dhe më pas Luizi do të del duke treguar edhe të vërtetën e madhe. Tani, të jesh strateg dhe të jesh lojtar nuk është e lehtë. Lojtarët e vërtet nuk bërtasin. Ato logjikojnë, mendojnë, studiojnë, përfshihen brenda në lojë dhe më pas japin konkluzionin e tyre. Teksa Miri, Rogerti, Mateo dhe banorët e tjerë mbajnë inate, mbajnë mlefe, rrisin zëra, ulërasin dhe nuk ulen të logjikojnë, Kristi po mendon. Sot ai bëri një analizë, që në fakt tha tani do ta nxjerr Luizin, por nuk e tha që Luizi është me mision. Tani, është duke qëndruar në dhomën e gjumit dhe Luizi po rrotullohet nëpër dhomën e gjumit, ai nuk e ka hequr xhupin, Kristi, është futur në krevat dhe po studion logjikën e lojës. Dhe tani Kristi do të arrije në një konkluzion që Luizi nuk është lojtar, por është me mision brenda asaj shtëpie. Dhe këtu fuqizohet fituesi i këtij Big Brotheri, që në momentin e parë Kristi kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit ka luajtur me logjik. Do me thënë krahasuar banorët e tjerë që luajnë me emocione, që ngrisin zëra, që bëjnë ofendime, për shembull siç bën Rogerti, që realisht është shumë larg fitores dhe shumë larg qëndrimeve që mban Kristi. Kristi është duke studiuar dhe jam i bindur që në një pikë të lojës Kristi do të afrohet tek Luizi, edhe ndoshta jo në sy të banorëve, por në vetmi do t'ia thot dyshimin e tij që Luizi mund të jetë një banor me mision, duke e ditur që vllau i madh surprizon komplet shtëpinë. Luizi është duke provokuar shtëpinë, është duke i testuar banorët, po i merr veças, do me thënë, po përfshihet brenda lojës për t'i agresuar situatat, ndërsa Kristi ri veçmas. Kristi tha që kanë shkuar 4 banorë në televotim, janë 2 grupe, fiton grupi i Tanit, më pas del kokë më kokë Luizi dhe Tani e nxjerr Luizin jashtë dhe tani do t'i thotë shumë shpejt Luizit që ti je banor me mision. Unë mendoj që Kristi meriton medaljen e fitores, sepse është një djalë shumë i zgjuar, ka treguar shumë intelekt dhe realisht është shumë larg agresionit që banorët e tjerë e shprehen kundërdrejt Luizit, pa logjikuar fare se çfarë do të thotë kjo hyrje. Do të thonë një banor si Luizi do të hyka përsëri në Big Brother si konkurrent, është pak e palogjikshme, do të thënë, duke e patur gjithë ato reati dhe atë të mirën jashtë. Unë e di që Kristi do ta studion këtë gjë sonte, sepse po qëndron vetëm në dhomë dhe po e studion komplet situatën, dhe kjo gjë Kristin do ta nxjerrë në super support. Do të thënë, të tjerët mund të bërtasin, fituesi është ai që mendon.